Porto Palermo, një nga zonat më strategjike dhe më të bukura të Bregdetit shqiptar, po rrezikon t'i kalojë sektorit privat për ndërtimin e një resorti luksoz. Korporata e investimeve shqiptare ka nisur projektin 3 vite më parë, duke vepruar pa transparencë dhe pa e bërë publik planin. Dokumentet e siguruara tregojnë se ish reparti ushtarak dhe tunelet në ujore të ndërtuara në kohën e diktaturës do të shndërrohen në marina jachtesh, hotele dhe struktura turistike elitare në vitin 2022. Qeveria shpalli park natyror vetëm zonën detare të Porto Palermos, duke lënë jashtë tokën, përfshirë bazën ushtarake. Kjo lëvizje hapi rrugën për ndërtime, teksa tokat më të vlefshme nuk u futën në mbrojtje të plot. Edhe pse një studim i Ministrisë së Mjedisit kishte propozuar mbrojtjen e gjithë zonës, përfshirë gjirin e Llamanit dhe Ishbazën, pjesët toksore u përjashtuan qëllimisht. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar se projekti Porto Palermo Marina Resort parashikon port jachtesh, resorte 5 yjesh dhe kthimin e tuneleve në muze. Megjithatë, kontrolli i lartë i shtetit thotë se korporata ka vepruar në shkelje të procedurave, duke nisur projektin pa marrë më parë pronësinë mbi territorin. Ky zhvillim ngre dyshime të forta për tjetërsinë prone publike, ashtu siç ka ndodhur me ishbazat ushtarake në shëngjin e Sarand, që tashmë po hetohen nga SPAK. Porto Palermo mund të jetë dosja e radhës, pasi shteti rrezikon t'i dhurojë oligarkëve një ndër perlat e Bregdetit shqiptar.